ishim tek sfilata, do të them ta bësh edhe një sonte, se edhe sonte je vesh më... Faleminderit. Qonje në këmë qonë. Ti fituse e sfilatës. Ku të drejtohem? Cila kamër të duash? Je fikse rasti Elinara? I asaj shprejës, urin pak volumin. Elinara je fikse, i asaj shprejës edhe thesht të veshësh. Gjanë bukur. Faleminderit. Komplimente. Të ma thot vetëm mami im, Luana. Se më ta pyetën e tjerëve ti. Të ma thot vetëm mami im, kur gjithmonë i merja një mendim si mami si janë veshur, moj të keqen mami ti dhe thesin të hedhësh. Faleminderit e vlerësoj. Bravo që tregon që zonjat duhet ta mirëmbajnë veten në këtë formë edhe të kujdesen për veten. Shumë faleminderit. Faleminderit. Okej. Po ulem. Ndërkohë, ti ulu, megjithatë nuk ka mbaruar momenti yt, sepse Albano ka diçka për ty. Wow. Po, më kanë thënë të put në buzë me që e fituse. Jo, nuk i ha më këto. Unë do e lexoj, pavarësisht se kam 60 zëra në kokë, do përpiqem të përqendrohem te ty. Elinara, është koha jote të zgjedhësh, të shkëlqesh, të jesh tata. Me shumë dashuri, tata të dhuron një kupon në vlerë të jashtëzakonshme monetare, po të cilën nuk ta themi dot këtu. Dhe tata të pret për të nisur një udhtim të parushëm në botën e saj, të përzgjedhur dhe të krijuar me kujdes, posaçërisht për ty. Tash i momenti që të puthëm. Tani mund të putheni. Fal. Dëgjo, Luana. Më fal. Faleminderit shumë për këtë dhelje, kaq fisnike që më bët. Edhe e vlerësoj shumë punën e zonjës Tata dhe e falenderoj shumë atë që na solli këto momente dhe juve bashkë na sollët këto momente kaq bukura për dita gota. Faleminderit ju dhe të njëjtat komplimente vlen edhe për vajzat e tjera të patjetër. Fermës, se realisht e kemi shijuar. Tani keni mësuar edhe punën me grep ju, mund t'i bëni dhe vetë ato. Po. Nuk di domethënë, çfarë nuk keni mësuar në këtë fermë? Po patjetër dhe Andrea ka mësuar madje. Çfarë ju shes syri ju apo dora? E vërteta është që të gjitha vajzat ishin njëra më e mirë se tjetra, njësoj si që janë zërat në kokën time. Çfarë zëra është në kokën tënde se është dyta herë që e thua? Pas përqafimit të Elinarës kam mira zëra në kokë. Vetëm në kokë? Është shumë shakator ky Albano, po kur ti zë vendin unë të këtu të kryeplaku ta shofi ky. Pa, pretendimet ka nisur lart, njëri do fan klapin, tjetri do... Po pse mos ta bëjmë bashkë? Kryeplakun... Jam dakord. Kush ka pretendime për moderatoren? Më ngërtmortja, një sekundë, se mu mërzit Big Mama, shpirti im. Të kërkoj falje. Okej, pozicionojme, reatojemi? Pozicionojme, po unë s'po talem, kam një mizëra në kokë, ta shifeni vetë. Do mundojmë të t'i heqim. Faleminderit. Se nuk ka Albano si qetësia shpirtërore dhe emocionale. Lodhja më madje vjen nga lodhja emocionale, ndaj duhet kujdesemi për emocionet e gjithë secilit. Kthehemi në studio. Dhe kisha vërtet këtë, kujdesuni për emocionet tuaja njerëz, është e rëndësishme. Ndërkohë që është momenti më kulminanti mbrëmjes, më hiqni zërin mua nga arena e brëndshme, sepse tani në studio dua zarfin. Faleminderit, Joana. Ups, që atë hap me zarfit i bërë, a kisha e shumë kuriozitet, se hapa me kurriz andej, ju mund të lexonit, po shqyr që nuk u treguat aq të shkatët. Atëherë, si që ja kam shpjeguar në zarf, kam 3 emra, atë të finalistit të parë dhe 2 emra të më pak të votuarve. Do shkojmë me komunikimin e parë dhe më pas do hecim me të dytin për cilën ata nuk kanë dieni. Më qoni sepse jam gati me dërgoni tek arena e brëndshme. Fermer! Melodia e famshme. Erdha shpejt tek ju dhe erdha për momentin që gjithë ju në mbrëmjen e sotme po e prisni. Kam nevojë që të rreshtoheni të gjithë në këmbë. Çoni të gjithë, çoni. Hajde, kapemi kështu dorë Në për dorë. mes të arenës. Çau.
Sepse unë kam në duar zarfin me vendimin e publikut për sa i përket finalistit të parë. Duket sikur ky moment është i pa evitueshëm teksa na dhuron miks emocionesh dhe për ta përjetuar këtë moment do krijojmë lidhjen edhe bashkarisht. E ftoj regjin që ta mundësoj. Ua, sa e bukur që ke bërë, Luana! Faleminderit. E veshëm e të zeza. Ua! Bravo, Bartoj, po që japet! Esther. Andwell. Publiku ka votuar. Finalisti i parë i Ferma VIP është Big Mama! Urime Big Mama! Urime Big Mama! Faleminderit, Luana! Je zyrtarisht finalistja e parë e Ferma VIP Bravo! 2. Luana, më kushoj zemra. I ko marru këto emocionet e garave, qysh për festivaleve. Sot kam qenë aq keq, aq e rëndume, aq kam mendu që unë dalë keq para gjithë këti popullit, duke to luru. Nese, s'ka shumë gjera, duke dalë jashtë vetës time, po, ju përkulem gjithë popullit shqiptarë, Kosovo, Shqipni, Maqedoni, ju dua, ju faleminderit që vlerësoni bashkësinë time, karakterin tim, njerëzin time, mirësin time. Ju dua e ju faleminderit shumë gjithë atyre që kanë votu. Faleminderit dhe juve. Edhe me emocionet e bukra arenën dhe me gëzimin e pa evitueshëm pa diskutim të Big Mamës dhe të tjerëve që e përkrajnë. Më ktheni në studio se ky komunikim ishte me ju. Në studio ju lutem, faleminderit. Shoqi Big Mama ende po falenderon, kam përshtypjen, se gjë tjetër s'ka që atje duke bërë. U duk sikur ishte një moment i agravuar edhe nga që kemi mësuar duke parë Big Mama që u lëre, tash mos nisi të lëriste, por jo, është e buzëqesh rende. Big Mama, finalistja e parë, emocionet bukura për të e pritshme, apo jo? Unë e prisja e kisha futur në listën time, Ti e kishe në listën tënde, po, sepse është një ndër personazhet që pavarësisht mirave dhe të këqijave që ajo ka sjell, ne të gjithë jemi njerëz jo perfekt dhe natyrisht që mbartim cilësi të mira dhe të këqija, kështu që patjetër dhe Big Mama është një njerëz zakonshëm, toksor, si të gjithë ne, dhe ajo i ka këto. Por Big Mama ka diçka të cilën për cilën që është një cilësi shumë e mirë, është e vërtet. Pra është njeri shumë autentik, është origjinale, është e vërtet dhe nuk është njeri i maskuar, nuk është njeri hipokrit, nuk është i pafytyrë. Pra atë që mendon e thot, ashtu si e thot, edhe kur e ka gabim, përpiqet përmirësohet. Kam parë një përmirësim të Big Mamës në paraqitjen e saj televizive dhe më shbër shumë qefi që i ka marrë në konsiderate dhe këshillat tona dhe e komplimentoj, e prisja dhe më bëhet qefi që pati rezultat. Bukur, do doja të shkoja pak para se të vija te Castro. Tek Arena e Brendshme se ka ndodhur një moment kulminant të cilin unë nuk lej dot pa ja vënë theksin.
Më falni, se ne po diskutonim këtu në studio, çfarë sa po ndodhi? Emocionet e finalistës së parë. Po si e humbëm ne këtë, mund ta përsërisim? Jo, jo. Unë s'ka marrë një roge për atë të parën akoma që ju gjithë. Ndihesh i abuzuar, Albano? Jo. Si ja faqë? Të pak të nuk putha me një finaliste. Të pak të nuk puthe nga një finaliste. Nje. Isha las po zhjidhen quna këta tjere se... Okej, po ju lejmë emocionet të bukura, sepse vetëm për pak do të kthehem për emocione jo të bukura. Kthehemi ne në studio, vetëm pas pak, zarfi që ende vijon dhe do mbes në duart e mia, do të prezantoj dy emrat më pak të votuar, të cilët sonte përballen në një sfidë eliminimi. Por vetëm pas pak ndodh kjo, sepse si fillim do të shkojmë në një hapësirë tjetër të shkurtër publicitare, duke falenderuar shumë kompaninë më të madhe të zhvillimit të investimeve në Shqipëri, Concord Investment.